postoi këtë foto për të lajmëruar ndjekësit e saj në lidhje me emisionin më të ri televiziv që po prezanton. Por le të themi që nuk është se e pati njëri mendjen të lexonte në nënshkrimin se sa u vure trupi maramendës i Aurelës dhe jumpsuiti i kuq i cili na verboi të gjithëve. Ky lloj modeli në fakt është i ngjashëm me atë që Taylor Swift veshi në Billboard Awards. Por prap, Aurelës i shkon më shumë. Ja dhe një tjetër ditëlindje e një personazhi publik. Këtë herë feston Juliana Pasha, e cila këtë ditë është e rrethuar me shumë dashuri nga miqtë dhe të afërmit e saj. Ne i urojmë Julianës edhe 100 dhe lart më lart. Ja dhe Tuna e shtrirë në majtë një banaku në një kuzhinë të panjohur për ne. Zakonisht e ka i banak kanë përshtypjen se gatuhet, por Tuna me siguri nuk është nga ato që përdor banakun për këto gjëra. Me siguri mendoj, jam që jam, po shtrihem një herë. Po, me që u shtriva, po e pi edhe një gotë. Sa bukur, po e shkrepim dhe një foto. Ja dhe Bleona më në fund me sa duket ka dalë me dikë dhe kërkon urgjentisht mendimin ton. Yes or no, kështu shkruajti Bleona poshtë fotos. Si thoni ju? Shpejt, Bleona ka shumë punë. Dhe na duket mirë, është okej. Presim. Sa bukur është kur të mbështesin ata persona që vërtet e kuptojnë se çdo të thotë të këndosh në Eurovision. Juliana Pasha, Olta Boga dhe Kesi Tola janë 3 muskëtierët që mbështetën fuqishëm El Haydën dhe një urim nga ato me siguri është shumë i rëndësishëm për këngëtaren ton. Suksese!